Gjika ka qenë që deputetët e Kuvendit të Kosovës si reflektim, si shprehje vullnetit të politik të shqiptarëve të Kosovës dhe shumica parlamentare cila kishte kriju institucione dhe ai cili ishte më legjitim me votë popullore dhe me mbështetje popullore, zoti tha që duhet ta lexonte deklaratën e pavarësisë së Kosovës, por dikush i cili ka pas edhe një fat historik për te debatet që e kem sot dhe për te përkatësisë time partiakës, unë shoh ngjarjen e pavarësimit të Kosovës si merit mbi gjitha të popullit të Kosovës, as më tha që qëndron në histori të këtij vendit si njeri i cili ka arritë që ta nënshkruaj edhe kontratën e parë me Perëndimin që ka qenë Rambujeja, por edhe kontratën e dytë me Perëndimin që ka qenë shpallja e pavarësisë së Kosovës mbi Atisarin dhe natyrisht që ka takuar atij që ta lexon.